Teleshikues të nderuar, mirë se takohemi përsëri përmes valeve të ACTV. Televizioni i komunitetit shqiptar në Michigan, por që ndiqet anë e kanë rruzullit toksor ku ka shqiptar përmes rrjeteve elektronike. Prandaj si zakonisht kemi të ftuar në emisionin ton personalitetet të ndryshme të jetës shoqërore, politike, fetare të shqiptarëve kudo që jemi. Sonde kemi rastin dhe kënaqësinë një nder të veçantë televizori jonë që ka një intervistë ekskluzive me imzët Gjergj Metën i Peshkvi i Rrshenit, të Mirditës dhe kryetari i konferencës i peshknore të Shqipërisë. Është nder dhe kënaqësi që t'i shkëmbej menimet me te dhe të bisedojmë për hallet e shqiptarëve, për jetën e fesë dhe të kombit në Shqipëri, për situatën aktuale në Rrshenin e Mirditës legjendare, ku ai tash disa vite shërben me nder dhe krenari, dhe ju të gjithë do të ndani mendimin me mua se ky është një ndër njerëzit sot për sot më të njohur të fesë dhe të adheut të kombit ton, me analizat, me shkrimet, me veprimet, me intervistat e tij që po bajnë bujë të bashkimit gjithë shqiptar kudo që jemi. Është nder dhe kënaqësi që jeni sonte me ne, me teleshikuesit ton të televizionit shqiptarëve në Michigan. Faleminderit për ftesën, mirësevgjeta, dhe kënaqësia është edhe imja që jam këtu në studion tuaj. I nderuar monsinjor, jeni i Peshkvi Mirditës së Rrshenit, një krahinë e lashtë, e madhe dhe e famshme, dikur ishte shtet krejt katolike. Si e shpjegoni që kishte klerik me të njohur shqiptar kjo zonë, si Abat Doçin, Dom Nikol Kaçorrin dhe poetin e mallkombëtar Gjergj Fishës. Pra jeni ju pikrisht ata që po shërbeni aty ku kanë vepruar dhe shërbyer këta kolos të mëdhenj të kombit shqiptar. Po, për mua është një nder dhe privilegj në radhë parë që po i shërbej popullit Zotit edhe popullit jo vetëm të Mirditës, se ju thatë mirë në fillim që unë jam i Peshkëvi dioqezës së Rrshenit, dhe dioqeza Rrshenit përfshin katolikët që janë jo vetëm në Mirditë, por edhe në Mat, edhe në Dibër, kështu që është më gjerë se sa Mirdita fusha ku unë shërbej. Pra, kjo është privilegji që Papa Francesco atëhere më ka besu që të shërbej kësaj dioqeze. Sigurisht kontekstet historike në Shqipëri, por dhe në atë krahin, kanë sjellë që të lindin edhe të veprojnë klerikë dhe personalitetit cilët janë shumë të njohur, edhe që kam dhënë një kontribut të madh në historinë, jo vetëm të kishës, por edhe në historinë e adheut tonë, si ju përmendet për shembull Abat Doçin, Dom Nikol Kaçorrin, por edhe Padre Gjergj Fishta me origjinë është prej Mirditës, pavarësisht se lind dhe rrit në Zadrim, të cilët kanë ditur të lidhin bashkë shërbesin e tyre baritore me shërbesën e tyre për lirinë e popullit të tyre, sepse liria është një nga të drejtat themelore të çdo njeriu dhe të çdo kombi për të veçeverisur dhe për të gëzuar hapësirën që Zoti ja ka dhënë. Kështu që nuk po them që jam në vazhdën e tyre, por që është privilegj për mua që të jem në atë vend ku edhe këto personalitete në një farë mënyrë kanë shërbyer. Kisha Rubikut është një ndër më të vjetër, disa shekullore. A është edhe sot e vizitueshme mjaft apo jo? Kisha Rubikut ndodhet në rrugë, është një lloj letër njoftimi për Mirditën, sepse kur vjen nga Tirana apo nga Shkodra për të shku drejt Kosovës, është objekti i parë që takon gati në hyrje të Mirditës, pothuajse. Pak sa po kalon Skurajn, aty ku ndahet Kurbini me Mirditën, mbas pak kilometrash del kjo kishë bukur e vendosur mbi një mal, po themi kështu, edhe të çon ndërmend edhe atë figurën, shëmbullimin ungjillor të Jezusit që flet për qytetin e vendosur në mal që duket. Dhe është një kishë që së fundi është
është riparuar me fondet e Komunitetit Evropian, ka qenë një program EU for Culture, pra Bashkimi Evropian për kulturën, dhe me fondet e këtij programi është bërë mundur edhe rikonstruksioni ose themi kështu riparimi i jashtëm edhe deri diku edhe i brendshëm i kësaj kishe. Janë rekuperuar në një farë mënyrë edhe afresket e brendshme që përkasin një periudhë shumë të hershme edhe të artit piktorik në kishat shqiptare që vendosin bashkë në një farë mënyrë traditën lindore dhe traditën latine, pra traditën bizantine dhe traditën latine, çka tregon ndërthurjen e këtyre dy traditave edhe në ato treva. Kisha e Rubikut është e hershme, është mesjetare, sigurisht gjurmët e para të asaj kishe janë mesjetare, sepse kisha aktuale, muret aktuale nuk janë mesjetare, por gjurmët e para të asaj kishe, që janë të pranishme aty, janë mesjetare. Mendohet se ka qenë një manastir benediktin, edhe më pas ka kaluar në administrimin e franceskanëve, dhe shumë njerëz ndalen, e vizitojnë edhe e shohin atë kishë, ka është bukur, plus përdoret shpesher jo vetëm për aktivitete fetare, por edhe për momente intervistash apo për të promovuar të një kështu atë çka është edhe tradita religioze e asaj zone. Po im zot, a ekziston kisha Oroshit ku ka shërbyer Abat Doçi, që dikush e quhen edhe babai shqipes së sotme, dhe a i vizitohet ato katunde aty vizitohen? Kisha Oroshit është akoma, është ri ndërtuar mbas shkatërrimit vitit 1960, pra pas shkatërrimit komunist. Ka mbetur ende e pariparuar pjesa e abatsis, ku ka qenë themi kështu banesa e abatit të Mjerditës. Ka shumë kureshtje për të vizituar kishën e Oroshit, sepse po aty afër, në një distancë të vogël, janë edhe rrënojet e sarajeve të kapedanit, të Mjerditës, dhe kështu që do të kishte qenë një sit shumë interesant turistik. Rruga e Kombit e ka bërë më komode afrimin, por pjesa nga rruga e Kombit deri te kisha e Oroshit ende është vështirësisht e arritshme, duhen makina pak të mëdha. Por nga ana tjetër ka ndodhur që Oroshit të zbrazet nga njerëzit, janë shumë pak familje që jetojnë aty në atë pjesë afër kishës që quhet Gryk Oroshi, sepse Oroshi ka disa fshatra. Dhe kjo e bën nganjëherë edhe të vështirë ndërhyrjen për të investuar edhe nga ana ndoshta e shtetit, në mënyrë që ky sit themi kështu shpirtëror, në atë parë, por edhe kulturor, edhe shoqëror, të rivlerësohet. Ne shkojmë për aktivitetet baritore, për meshën në kishën e Oroshit, shkojmë për të saliku të vdekurit, ose kur ka pakzim, ose kur ka festa, sigurisht ofrojmë shërbimin ton, edhe katolikët atje kanë mundësi që të ndjekin meshën edhe t'jenë të shërbyer nga pikpamja baritore. Pjesa tjetër pastaj mendoj që ka shumë vend akoma për të punuar që ajo të kthehet edhe në një pikë atraksioni për turist. Shkojnë shumë. Historike që po shkojnë shumë, sepse bën edhe ecje në kamp apo alpinizëm në një farë mënyrë, sepse Oroshi është një peizazh i mahnitshëm dhe shumë i bukur. Përveç pjesës së Oroshit poshtë, është edhe pjesa e nënshanjtit apo fushat lugje, që janë themi kështu, është malësia, është 1350 metra, dhe është një panoram, një vend shumë i bukur. Shkoj një herë në vit edhe atje për merë, sepse është tradita e festës së Shëngjonit në qershor, dhe janë rrënojet e kishës së Shëngjonit, afër majës së Shëlbumit, ku mendohet se mund të ketë qenë dikur abatësia e dikurshme mesjetare e Oroshit. Ju në botën shqiptare jeni njohur si një ndër njerëzit ma tolerant, ma
bashkëpunues me të gjitha fetë, me të gjitha vllazërit shqiptare, do të thot ajo thonja juaj kur u shprehet se mori si rrufe në gjithë botën, ajo thonja juaj e famshme se nëse Shqipëria nuk pranohet në Evropë sepse është me shumicë muslimane, atëherë unë do të jetoj me vëllezërit e mi musliman këtu në Shqipëri. Si ju erdhi ideja për një thonje aq të famshme, ashtu si i folën përpara si Fishta, si Anton Arapi, si Nikol Kaçorri, si njerëzit më të mëdhej, edhe ju vazhduat me një vazhdimsi të rrugës së tyre dhe Shqipërinë dhe shqiptarët ashtu i krahasoni si vëllezër pa dallim. Ajo shprehje është shkëputur nga një artikull më i gjatë që unë kam bërë në një media të kohës, besoj ka qenë viti 2013, tani nuk jam 100% i sigurt, Ke kënë prift atër, po. Nëntor-dhjetor të vitit 2013, diku në media, po i gjarpronte një farë mënyrë ideja se Europa nuk na pranon sepse shqiptarët janë me shumicë muslimane, etj. Pra dalin nga në kokën këto ide, themi kështu që ne nuk jemi në Europë sepse është kjo gjë. Dhe duke njohur pak a shumë edhe logjikën e Europës, sepse duke pasjetuar edhe në Europë, por edhe leximet edhe duke kuptuar dhe logjikën e asaj çka është Europa. Europa e vërtet nuk është përjashtuese, por është përfshirëse, gjithëpërfshirëse. Vlerat e vërteta të Europës janë vlera gjithëpërfshirëse, sepse Europa është zemra e botës. Sepse nga Europa është nisur gjithë zhvillimi dhe përparimi i gjithë botës. Edhe vlerat më të mëdha të jetës shoqërore, vlerat demokratike, vlerat edhe të solidaritetit, vlerat e afërsisë me të varfrit, etj. Kanë lindur nga ai shtrat, nga shtrati evropian. Kështu që ishte e pamundur që Europa të vinte këtë kriter, dhe unë këtë e dija, nuk është se nuk e dija këtë gjë. Por doja dhe t'jepja një përgjigje atyre nga njëherë, po i quaj, fundamentalista që thonë që jo, Europa neve na pranon vetëm qofse jemi ateista, ose vetëm qofse jemi të krishterë, ose vetëm qofse jemi katolik, ose vetëm qofse jemi ortodoks. Kjo nuk është e vërtetë. Europa neve na pranon si shqiptarë. Kur ne mbërrim disa standarde demokratike, atëherë jemi pjesë e familjes së Bashkimit Evropian, sepse duhet të themi që ne jemi Europë tashmë për shumë arsye, për arsye gjeografike, për arsye shpirtërore, për arsye historike, neve jemi në Europë. Por nuk jemi nga pikpamja e Bashkimit Evropian të atyre standardeve që do thoja deri diku burokratike, por edhe standarde tjera që ne duhet të arrijmë. Ama ky nuk ishte një standard. Dhe në qoftë se dhe kjo në qoftë se e imja ishte, themi kështu, diçka e sigurt për mua, që qoftë se Europa vën këtë kriter, pra në qoftë se kjo Europë është e tillë që vën këtë kriter, mu nuk më duhet Europë, më duhet të ai që kam aty afër, sepse në fund unë do t'i bi derës atij. Ky është një aspekt. Aspekti tjetër është historia ime personale. Unë jam lindur dhe rritur në Durrës. Unë, baba, gjyshi, stërgjyshi, katragjyshi, neve jemi pjesë e të krishterëve katolik të zonës së Durrësit, Shqipëria mesme. Pra unë jeni rritë bashkë me të gjithë. Unë nuk jam rritë në zona homogjene, vetëm katolike. Unë qysh nga lindja ime. Pra unë ke formo këtë. Për mua është e natyrshme që unë t'jetoj bashkë me katolik, musliman, ortodoks, ateista, me njerëz që indiferent. Pra, për mua është e natyrshme t'jetoj në këtë kontekst. Pra, nuk e ndjej veten një huj, qofse du më përdorim terma pak modern. Për mua t'jem kozmopolit, është normale. Pra, unë qëndroj mirë aty ku ka diferenca të ndryshëm, se nuk kam problem. Dhe unë nuk e kam vështirë, për shembull shokët e mi të familjes, shokët e mi të shkollës, më të ngushtit, më dashurit, zemrës, janë musliman, janë ortodoks. Në familjen time,
familjen time, ne jemi një familje e madhe, shumë, s'po them familja ime babës e nanës, sepse nga njëherë familja është reduktuar në këtë, por familja e madhe me kushërim, me fis. Ne kemi, po, me fis, ne kemi 1/3 katolik, 1/3 ortodoks, 1/3 musliman, sepse kushërit mi janë martu me vajza muslimane, me vajza ortodokse, bija tona janë të martu me në familje muslimane, familje ortodokse, kështu që ne kur jemi bashk dhe pik. Kjo është e dyta. E treta, pastaj është historia e popullit tonë. Është një histori e cila ka lindur në një farë Shqipëria moderne, Shqipëria e pamvarur ngjizet në një kontekst multifetar. Shqipëria është ngjizur, ka filluar ekzistencën e saj në një kontekst multifetar. Rilindas si tanë kanë qenë ata që kanë dashur Shqipërinë përtej përkatësive fetare, kanë dashur kombin e lirë përtej përkatësive fetare. Dhe kjo është historia që na ka ngjizur dhe nuk kemi pse mos ta vazhdojmë dhe ta trashëgojmë. Pra, të jetojmë gjithë bashkë dhe ta bëjmë vendin tonë të bukur dhe të jetueshëm të gjithë bashkë. Për shembull Fannoli ka qenë ortodoks, prift ortodoks, është nga kryeministri i Shqipërisë. Po, Domikon Kaçori ka qenë zëvendës ministër zëvendës kryeministër, Vebi Dibra ka qenë në role politike. Nikol Kaçori ka shkruar pavarësinë dhe kështu me radhë. Pikërisht, kështu që nuk ka pse na çudis kjo gjë. Të vazhdojmë në këtë pikë edhe pak. Rrymat anti-shqiptare kanë vepruar dhe do të veprojnë gjithmonë, gjë normale. Edhe në Kosovë kanë pasur pak më të mëdha. Kanë furnizua organizatat e jashtme që të përhapin fenë me të madhe, edhe fenë në mënyrë ekstreme, se jo fenë ashtu si e kishim islamet moderuar shqiptare, që edhe unë kam jetuar në Kosovë, dhe nisur nga këto kanë filluar na e vona kjo lëvizja e Deçanit në rikthimin e fesë parëve në Kosovë. Sa e qëllueshme dhe sa e realizueshme është ajo, thonë se janë rikthyer në fe katolike disa mia familje shqiptare në Kosovë. Çfarë mendimi keni ju i peshkëve jonë për këtë? Është një realitet që nuk e njoh dhe nuk kam çfarë të them. Nuk jeni përfshirë në ato? Nuk jam ndjeni, domethënë kam lexuar gjëra por nuk kam ndorë gjëra fakte që të them se ku qëndrojnë ku janë. Gjithë këto që thatë ju, domethënë janë gjëra që unë i dëgjoj kështu si opinione në për kafe, në për portale, por nuk di të them diçka mbi këtë argument. Është një argument pak jashtë interesave të mi. Ju keni ardhur disa herë në Michigan, po këtë herë keni ardhur me një detyrë që të ndihmoni pak priftin e komunitetit të kishës Shënpalit, Dom Fred Kala, po? Po, kjo është detyra një peshë, në fakt që t'japi kryezmimin dhe është rast shumë i bukur për mua dhe një privilegj që Dom Fredi dhe Dom Dino të kisha zoje shqiptarve më kanë ftuar të dy që t'ju ndaj sakramentin e kryezmimit trive dhe trejave të këtyre dy famullive. Është një gjë e bukur, të them drejtën, sepse edhe këto fëmijë tri e treja mbajnë lidhjen, kontaktin me Shqipërinë dhe ndoshta ardhja e një peshqvi nga Shqipëria, jo se s'ka i peshqvi Detroiti, ka plot për kryezmimet, por ardhja e një peshqvi nga Shqipëria është një shenjë e bukur. Këtë vit vitin tjetër mund vi një peshqv tjetër, se falë Zotit kemi mundësinë të paktën të vim për kryezmime, por është edhe një gjë e bukur për ne atje, sepse vim dhe themi takojmë bijtë e largët, bijtë dhe bijat e largëta këtu, por është edhe një gjë e bukur për ju që takoni me ne dhe shikoni që jemi të lidhur me njëri tjetrin, dhe këto raste janë raste përveç se shpirtërore, janë raste të bukura dhe njerëzore për të takuar me njëri tjetrin. Të kthehemi pak te kleri katolik shqiptar, është më i vuajturi në krejt botë. Në kohën e diktaturës ka përjetuar të merret më të rënda, gjithaj kler, gjithaj intelektual, i burgosur, i vrarë, i pushkatuar, martirët tonë, prifnit, kolegët tuaj. A është më boll për ta në këto 30 vite demokracisë?
E thatë mirë, një gjë që egërsia, dhuna e komunizmit shqiptar mbi klerin katolik shqiptar është e pashoqe. E pashoqe krahasuar me vendet e ish-kampit socialist të lindjes europiane, është e pakrahasueshme edhe me situata tjera, do thoja gati edhe më sikurse për shembull Kuba apo Kina, ndoshta mund t'i përafrohet, por këtu nuk dim gjë ende, Korea Veriut. Por këtu ende nuk dim gjë. Ndoshta kur ta marrim vesh dikur do të shohim se çfarë mund të ketë ndodhur atje me egërsinë me cilën është sulur kundër njerëzve në përgjithësi, sepse komunizmi shqiptar ka qenë një egërsirë e pashoqe, kundër shqiptarëve vetë. Gjithë shqiptarët e kanë vuajtur komunizmin, pavarësisht se Kleri pak ma tepër, por kleri katolik ka qenë themi kështu në shënjestër, hajde në sy. në një mënyrë të veçantë, edhe kjo e thënë edhe me dokumenta, në kuptimin që ja kishin drojen dhe frikën klerit katolik shqiptar. Kjo organizatë, sepse komunistët në Shqipëri, mas luftës së dytë botërore, por edhe përgjatë, sidomos ishin një organizatë kriminale dhe terroriste. Në këtë aspekt, ata çfarë kanë bërë me klerin katolik është tani në këto 30 vite mendoj që është rekuperuar disi nderimi ndaj atyre që kanë vuajtur shumë. Fakti që u punua për njohjen e 38 martirëve shqiptar, ndër cilët me krenari themi se kemi edhe një biton, pra vetmja femër e këtyre 38 martirëve është Maria Tuci, që kanë mbetur në Shkodër. Prej Mirdite, fakti që Papa Francesku, kur erdhi në Shqipëri në vitin 2014, jo vetëm i përmendi, por ne e pritëm atë me martirët të cilët i kemi vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në 2016 nuk bë ceremonia e lumnimit të 38 martirëve. Kemi hapur, kemi nisur tani edhe çështjen e Anton Harapit, Padre Anton Harapit, sepse keni bani shkrim ju atje. Janë krijuar kushte tashmë që të nisi procesi edhe për të. Se kanë quajtur fashista, po? Ka pas zëre që e kanë quajtur bashkëpunëtor të nazizmit. Por kjo është krejtësisht e pavërtet. Megjithatë, kërkimi historik gjatë procesit do të nxjerrin pa të vërtetën, sepse vërteta duhet të jetë mbi gjithë ne. Nëse vërteta është ajo që ka qenë, atëherë mirë, ne edhe pranojmë vërtetën, por nëse vërteta është ndryshe, duhet të pranojmë edhe vërtetën ndryshe. Kështu që mendoj që ka ende priftëri të tjerë, klerik të tjerë, por edhe burra dhe gra jo priftëri, të cilët kanë dhënë një dëshmi të jashtëzakonshme të besimit, që duhen, nuk është shkruar mjaft akoma për ta, nuk është dëshmuar mjaft akoma për ta. Dhe nga njëherë më vjen keq një gjë, se në vitet 90 ishte mundësia të merreshin shumë dëshmi, edhe të njerëzve të thjeshtë, se e kanë ruajtur besimin gjatë komunizmit. Është bërë shumë, por mendoj se mund bëhet akoma dhe më shumë. Ndaj vujtjes këtyre njerëzve për të mos tradhtu besimin, fenë e tyre, sepse ata vdiqën në urrëtie ndaj fesë, ndaj besimit. Nuk vdiqën pse morën pushkën kundër komunizmit, ose sepse ban politika. Ata vdiqën sepse ishin besimtarë. Edhe në prakt pushkatimit, me fjalë të mëdha, rënoft Shqipnia, rënoft Krishti mret, me ato fjalë kanë vdekë të gjë. Do be tha sa do gjithë bëjmë për ta, nuk kemi ba mjaft. Nuk kemi ba mjaft, është drejt.
Nuk do të shtjellë politik, por mas e lidhet me papën, ju me papën Leoni jeni takuar disa herë dhe keni marrëdhënie të ngushta me të, shkoni në Vatikan e vizitoni shpesh. Papa Leon foli me brështinë e fjalëve për presidentin e Shtetet Bashkuar të Amerikës, Donald Trump. Ju keni reaguar mbas kritikave të Trumpit ndaj papës. A na thoni pak si ju erdhi ajo dhe ju e mbrojt në mënyrë njerëzore, fetare, apo si legjitimitet me ato fjalët e tij? Unë nuk kam... Ke bani, do të thotë ke bani shkrim, që nuk po them. Unë nuk kam se si ta... Nuk kam se si të sillem ndryshe ndaj fjalëve aq të bukura dhe aq të goditura të papës. Papa nuk ka folur kundër një njeriu. Papa ka folur për paqen dhe kundër luftës. Vet Papa Leoni ka thënë që nuk do të hyj në debat me një person dhe nuk e kam frikë as administratën e Trumpit, ka thënë. Por administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të thënë atë që vjen nga Ungjilli, dhe nga Ungjilli vjen paqja. Sepse fjalët e para të Krishtit të ngjallur janë paqja me ju. Krishti fjalët e para mas vdekjes nuk ka thënë fjalë tjera, ka thënë paqja me ju. Po ju ja paqe. Dhe të mbështesësh papën, e para është detyra e çdo krishtere, e çdo katoliku, sepse për ne papa simbolizon qendrën e unitetit besimit. Por e dyta, çka është më e rëndësishme është që është logjike ta mbështesësh Papa Leonin në fjalët që ai ka thënë, sepse ka thënë fjalë të cilat ka nevojë të dëgjoj bota, ka nevojë të dëgjoj njerëzit e vuajtur, viktimat e luftrave në Ukrainë, në Gaza, në Iran, kudo, në Afrikë kemi luftra. Njerëzit kanë nevojë për shpresë. Dhe Papa Leoni është ai i cili nuk është sa është kundër dikujt, ai është për paqen, sigurisht kundër luftës dhe kundër shkeljes së të drejtës ndërkombëtare. Patjetër. Kështu që jo sot, jo këtu, po kudo do ta mbështesja papën, e para sepse është papa dhe e dyta sepse fjalët që e kanë thënë janë fjalë të drejta. Do të thotë, prononcimi i tij ka qenë apolitik, ka qenë shpirtnor, paqësor, paqë në botë dhe nuk e ka bërë me ju kundërvu politikës amerikane, bombardimeve dhe kështu. Ai është kundërvu një logjike në cilën kërkohet pushteti më të fortit. Unë jam më i fortë dhe unë bëj çfarë du. Ai kundërshton logjikën e cila don të shtypi ata që janë më dobët. Edhe kur papa tha është e papranueshme kërcënimi që do të shuhet një qytetërim sonte natën, papa tha, ky është një kërcënim i papranueshëm, sepse nuk mund të kërcënosh një popull të tanë. Në emër të faktit se je i fortë. Kështu që Papa Leoni në këtë pikë vetëm thjesht ka sjell fjalët e Ungjillit, ka sjell fjalët e traditës 2000 vjeçare të kishës. Këtë ka bërë Gjon Pali II, këtë ka bërë Papa Francesku, Pali VI, Papa Benedikti, po them vetëm te Papa Gjoni 23 me enciklikën Pacem in Terris, Pacem mbi tokë. Këtë ka bërë. Këtë ka bërë kisha, është mundu të bëjë gjithmonë. Këtë gjë, sidomos në një shekull e gjysmë të fundit që vetdia është rrit akoma dhe më shumë. Karta e drejtave universale të njeriut është një vlerë e madhe që kisha ka mbështetur dhe kisha ka punuar dhe vazhdon të punojë për të drejtat e njeriut, për të drejtat e popullit, por sidomos për paqen për të cilën kemi shumë nevojë. Megjithëse ajo pak nga media u fry, se në mediat i fryn këtë gjëra dhe fill shkoi mas zavens kryetari i Amerikës, vend shkoi në Rom dhe u taku me papën dhe u sqaruan ato gjëra, po media i ban këto të gjitha. Nganjëherë po, për papa ka folur sikur se flet normal atë që pritet nga një papë. Im Zot, ju para pak kohë keni humbur dhe një bashkëpunëtor, një bashkëvëlla në Krishtin, në fenë dhe në bashkëpunimin tuaj, moral dhe njerëzor dhe si profesion që keni. Ndarja nga jeta e Im Zot Simon Kulit ju ka ranuar shumë. E kemi përcjell me vëmendje. Ishte në moshën e re të krijimtarisë, 52 vjeçare. Çka na thoni diçka?
për këtë gjë. Kalimi në Mshimin e Monsinjor Simonit ishte i papritur, krejt i papritur, një ditë përpara ai ishte në Rrashen, edhe kemi qenë gjithë paraditën bashkë, kemi kremtuar meshën bashkë, kemi dalë edhe kemi shëtit në qytet bashkë, edhe ditën e fundit, ditën e fundit e ka kaluar në Rrashen, themi kështu, sepse kishim një aktivitet për bashkët. Dhe përveç se e papritur, ishte edhe një vdekje e randë, sepse mosha e re ishte, sikur se thatë ju, në kulmin e veprimtarisë tij baritore, edhe të fuqive për të shërby. 52 vjeç është mosh shumë e bukur për të punuar, për të shërby kishës Zotit si peshkëv. Plus për familjen e tij, për prindrit e tij ishte një goditje shumë e rëndë, për bashkëpunëtorët e tij, për konferencën e peshqvorë të Shqipërisë ishte një moment dhimbje shumë i madh. Ka dhe një fakt tjetër, sepse edhe paraardhësi i tij, i shkëlqësia e tij, i Zot Lucian Avgustini, i peshkëve nga dioqezë, vdiq edhe në të njëjtën moshë, me gati të njëjtat vite si peshkëv. Dhe kështu që dioqeza e Sapës psoi një, themi kështu, një goditje. Por neve themi gjithmonë në meshën për të vdekur që jeta besimtarit nuk i merret, por i shndrohet, sepse besimi jonë na thotë se jeta vazhdon në Zotin, dhe për këtë arsye ne jemi lutur për Monsinjor Simonin, por edhe duam që ai të lutet për ne, sepse ai është pranati tani, është, si thot populli, ai është në jetën e vërtetë tani, dhe sigurisht e shoqëron kishën tonë, dioqezën e tij, por dhe kishën tonë në Shqipëri. Shpresojmë që edhe për dioqezën e Sapës të fillojë një epokë e re me emërimin kurdo që të vijë i peshqvit saj. Ju para disa kohe keni deklaruar në një intervistë që është dami më i madh që po i bëhet Shqipërisë, edhe sigurisht edhe teleshikuesit pajtohen me juve dhe me neve, që është ikja nga dheu, braktisja tokave tona. Paraprakisht folëm kanë filluar Malzin, Kosovën, Preshevë, Maqedoninë, Shqipëri tani me të madhe në për dioqezet tuaj, në besimtarët tuaj. Ju keni thënë se janë dy arsye kryesore pse shqiptarët po largohen. Cilat janë ato? Unë i kam këtu nga intervista juaj. Nuk e di se çfarë. Po. Nga jeta sigurisht e vështirë. Çfarë kohe, sepse sepse fenomeni i ikjes, fenomeni është një fenomen kompleks, do thoja. E para, imigrimi është, ta kapim në prizmin pozitiv. Në prizmin pozitiv. Imigrimi është një drejtë e njeriut. Njeriu ka të drejtë të lëvizë. Unë zhvendos ku dojnë. Unë zhvendos. Dhe falë Zotit, në Shqipëri ne jemi në kushtet që kemi të drejtën dhe mundësinë për të lëvizur të lirë. Paka shumë të lirë. Por me kushtet caktume, jemi të lirë që të lëvizin, pra nuk na pengon dikur si në kohën e komunizmit që mos të hikim. Dhe liria është një fakt pozitiv që duhet shijuar, kush ka mundësi ta shijojë. Njerëzit hikin shpeshherë për një jetë më të mirë, jo domosdoshmërisht nga një jetë e varfër, shpeshherë, por për një jetë më të mirë. Në rastin e Shqipërisë, përveç faktit që kemi qenë të lirë, të hikim shpeshherë, shumë janë të detyruar, kanë qenë të detyruar që të hikin, edhe pse do kishin dashur që të rrinë. Sepse përveç të drejtës për të ikur, është edhe një drejtë për të qëndruar aty ku ti don. E drejta për të qëndruar në Shqipëri. Por që kjo e drejtë të ushtrohet, duhet që dikush të garantojë ty që ti aty do gjesh punë, që ti aty do gjesh shkollë, që ti aty do gjesh shërbime, infrastrukturë dhe një perspektivë për të ardhmen. Në Shqipëri ka ndodhur edhe një fenomen tjetër që është deruralizimi
dhe rendje drejt qyteteve. Askush nuk don të jetojë më në zonat rurale, në fshat. Janë mbipopulluar qytetet, Tirana, Durrësi, Lezhë, Vlora, Shkodra, janë mbipopulluar dhe ndërkohë fshatrat janë zbrazur pothuajse tërësisht. Të paktën fshatrat ku shërbej unë, edhe verilindja e Shqipërisë në një farë mënyrë është pothuajse tërësisht e zbrazur. Mirdita, për shembull, është zbrazur në shifrën e gati 80-85%. Në qoftë se në Mirdit në vitet 90 kishte nga 55.000 tek 60 banor, sot Mirdita nuk i kalon 14.000 banor. Kështu që rënja është shumë e madhe. Sepse në shumë raste mungojnë rrugët, mungojnë strukturat, mungojnë ambulancat, mungojnë shkollat, edhe kështu që njerëzit detyrohen të ikin, të largohen. Pra, krahas dëshirës, krahas të drejtës për të ikur, është edhe drejta për të qëndruar, po për të qëndruar duhet të kesh kushte minimale, papunësia, varfëria, shpesh e shtyn njerëzit që të ikin. Disa nga ata që janë akoma aty, janë gati si të zënë kurt, se as nuk janë zot që të rrinë, as nuk janë zot që të ikin, sepse shpesh janë edhe të varfër, të vetmuar, e kjo është varfëria tjetër, kur familjet jetojnë të vetmuara. Në një fshat, ku përpara mund të ketë pas për shembull 1000 banor, ka 15 banor, 16 banor, por ata janë shpërndar, edhe janë të vetmuar, edhe kjo është akoma dhe më e rëndë. Dal nga dal, shumë fshatra po asgjësohen, pothuajse. Pra nuk këtu e 10 vjet, 15 vjet, disa nga fshatrat nuk do të ekzistojnë më. Do të jenë vetëm kujtime në hartë diku, por ndoshta nuk do të ketë njerëz. Megjithatë, nuk mund t'i humbim asnjëherë shpresat, sepse ka kthime dhe rikthime dhe ka shndrrime, transformacione të botës, të realitetit, të gjërave që ne edhe sot kemi vende ku janë të populluara, por që janë mbi rënoja të qytetërimeve të tjera, pra që ka pas qytetërim, kanë hikur nga aty, janë kthyer prap, ose janë populluar prap dhe ka vazhduar një farë mënyrë, sepse Shqipëria është e bukur. Shqipëria nuk ka asnjë pllëm për të hedhur. Domthon thosh që perlë. Në Sahara, për shembull, Sahara ke me miliona kilometra katror ku nuk mund të jetojë asnjë gjallës. Shqipëria nuk ka asnjë pllëm vend që thu ky vend nuk ban. Është e bukur e gjitha, sepse ka një vibre detare të jashtëzakonshme. Brenda një ore ti arrin në 1500 metra lartësi në mal në bjesh, për një orë e gjys. Mund të vish, sikur të ketë infrastrukturë, ti mund të vish për një orë e gjys nga 1400 metra lartësi, shkon bën plazh në Lezhë apo në Tale, dhe rrin gjithë ditën dhe kthehesh përsëri në mal. Me 1500 që të flesh natën në freskë. Pa them, pra, Shqipëria është e bukur e gjitha, për çfarë arsye duhet me hik nga Shqipëria? Megjithatë, duhet thënë që fenomeni i imigracionit për Ballkanin është një fenomen i gjerë. Kështu është Maqedonia, kështu është Serbia, kështu është Bosnia Hercegovina, Malezi, Kroacia dhe Slovenia që më kanë habitur. Kroacia, për shembull, më thoshin që në Kroaci ka shumë 33 që ikin drejt Austrisë, drejt Gjermanisë, sepse ata thonë, nëse për 2 orë makinë, unë kam rrogën 2 fishin, 3 fishin e asaj që është në Zagreb, pse mos të iki për 2 orë makinë, unë të rri këtu. E kthehem në weekend brava. Kthehem në weekend. Kështu që ky është një fenomen që e ka përfshi Ballkani. Urbanizimi është një fenomen shumë i madh, shumë i ku do të na çojë nuk e di. Unë besoj që do ketë një rikthim pak më vonë kur njerëzit lodhen me urbanizimin, kur shoqëria të lodhet me urbanizimin, kur do të krijohet një situatë ndoshta asfiksive, para punë, do të kthehen drejt vendeve ku ka ajër të pastër, ku ka vend që të rrish të jemi kështu më mirë. Shpresoj shumë që të kështu, por zbrazja e Shqipërisë në këto vite është një plagë e rëndë, mendoj jo vetëm e drejtës për të imigruar, por edhe
e keq menaxhimit të hapësirës publike. Edhe të gjës publike që latinët e quajnë res publika. Do më thënë diçka i shtyrën që të emigrojnë, nuk... Dikur ishtë domë Gjergj Meta, nuk i harroni atë ditë, se ishit prift, tani që jeni i peshk, shpresojmë që të rriteni përsëri, ju i një marrën me shkrime, keni shkruar, poezi, prozë. A shkruani tani, për shembull këtu e kam një, dollë Gjergj Meta, nëse vjen një ditë e të thonë je me i miri, mos u kreno, jeni modest dhe keni shkruar, nëse vjen një ditë e të thotë je me i miri, mos u kreno. Jo se nuk janë të sinqert, por ende nuk e kanë të takuar atë tjetër, nuk kanë takuar atë më të mirin se ti. Dhe kështu vazhdon. Kjo vjerë që e keni shkruar, dikun me kujtohet kur ishit prift. Dhe Dom Gjergj Meta është banesa e lamtomirës, është dashuria. Këta e keni thanë, apo diktatorët zotin e kanë për dekor. Thanje të mla, shkrimet të mla, vjershat të mla. A shkruni tani, a ju del koha që të vazhdoni, a shkruni, a merë një autobiografia, a merë një ditara, si më qka? Po, shkrimi dhe leximi kanë qenë pasionet mia qysh në fëmijë, të them drejtën. Kam pas dëshirë të shkruaj gjithmonë. Dhe pse baba ka dhe mu ba mjek, por ju shkrut ma. Por më pëlqente kjo shkrimi dhe leximi qysh fëmijëri në shkollë të vjeçare, në shkollë të mesme, por me publicistikë jam marrë edhe kur kam qenë i ri fare në shtypin italian, nga njëherë kur isha student në Itali, më pëlqen të shkruaj. Unë nuk mendoj që jam poet dhe letrar, më shumë janë disa reflektime që mundohem t'ju jap edhe një ngjyrim themi poetik, sepse më vjen ashtu nga zemra, themi më vjen ashtu i shkruaj. Dhe mundohem që t'i jap edhe një formë themi letrare, pa pretendu që t'jem poet ose letrar, por shkrimi më pëlqen. Aktualisht u bë kohë që nuk po merrem me shkrime, me publicistik, as me letërsi. Kam nga njëherë ndoshta copsa shkrimet që i shkruaj dhe i lej aty të flejnë. Kush e di, ndoshta një ditë i zgjoj, por dhe po nuk i zgjova, mund të zgjoj dikush tjetër, ose thjesht mund të vdesin aty, nuk e di. Po, është brenda meje i stikti për të shkruar më pëlqen. Nuk është se nuk më pëlqen themi kështu, po aktualisht u bë pak kohë që nuk jam aktiv në të shkruar themi kështu. Ndoshta e rimarr, nuk e di. Shpresojmë të rimarr. Më pëlqen ato që i lexova, me thënë vërtetën. Në fund të intervistës do të ju pyes një pyetje, besoj sinqerisht do të kemi një përgjigje, se këtu kemi rryma të ndryshme, kemi njerëz ekstremizma të ndryshme, kemi njerëz që paraqiten më katolik se papa, kemi njerëz që paraqiten më të mëdhej se imami apo Meka e Medina, po ju për çdo rast në muajt e Ramazanit i shkruani, kontaktoni besimtarët dhe udhëheqësit e tyre dhe të feve tjera. Për shembull këtu keni thënë muaji Ramazanit i Zot Gjergj Meta uron besimtarët, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Ju i takoni, i vizitoni, ju besoni shumë edhe te ata që nuk janë të krishterë, nuk janë katolik, janë musliman ortodoks, ateist, por për ju janë vëllezër dhe ajo ju ka bën ju komplet si një njeri që adhuroheni shumë. Po shiko, mendoj që thash edhe një herë dhe rikthehem, për mua është e natyrshme kjo gjë. Pra nuk është një sforcim nga ana ime, nuk është se po sforcohem shumë që ta bëj këtë gjë. Nuk bën diplomaci politik, por është realisht. Por më vjen natyrshëm për shembull kur njerëzit e mi, miqtë e mi, kur kam qenë i ri, kanë pas bajram, kanë ftu për drekë dhe unë kam shku normalisht me hangër drekën e bajramit me ta. Për shënkoll, kur kemi pas shënkoll dhe, edhe për pashkë, për Krishtlindje, miqtë musliman të babës tim, kanë ardhur tek ne, kanë nejtë për drekë, për darkë,
kur kemi pas Pashk edhe Krishtlindjen Ortodoks, kemi shkëmbyer vezët nga Gardhi, sepse familja më e afërt, pra Kojshit, si i themi, e mi, janë nga një anë kam një familje ortodokse, nga anë tjetër katolik. Dhe kur ishin Pashkët, rroknin vezë bashkë, themi kështu. Pra, për mua është e natyrshme dhe e bëj çdo herë me mesazhe me telefon gjithmonë, por edhe tani që kam edhe një pozicion themi kështu zyrtar. Jo ishe taku me ta kur i baj peshkën. Konferencës i peshkore, po. Që do më çoj edhe urimet me letra kur ka mundësi edhe shkoj, por duke qenë rreshën shpeshe në Tiranë shkon arqipeshvi i Tiranës që viziton edhe komunitetet e tjera fetare. Mundohemi, ne kemi edhe një përvojë të bukur që në Europë është nga më të paktat. Ne kemi këshillin ndërfetar, që është një këshill i 5 udhëheqësve fetar në Shqipëri, katolik, musliman, ortodoks, bektashi dhe ungjillor. Dhe presidencën e marrim çdo vit njëri nga ne. Çdo vit. Edhe takohemi një herë, 2 herë në vit, qoftë nga një herë edhe për të ngrënë një darkë bashkë, një drekë bashkë, ju urojmë njëri tjetër, ose kur ka ndonjë situatë, ndonjë problem që na duhet ta trajtojmë bashkë, mblidhemi, shkojmë takojmë qeverinë, shkojmë takojmë institucionet gjithë bashkë për të çuar përpara një ide, për të dhënë mendimet tona, sugjerimet tona mbi një ligj, për ta kundërshtuar diçka, pra bëhemi bashkë për ato gjëra për të cilat është e mundur që ne të punojmë bashkë, dhe kështu që unë mendoj që kjo është rruga, nuk shoh një rrugë tjetër. Nuk shoh një rrugë tjetër. Kështu duhet të jetojë. Tjetër mund, kështu duhet të jetojë. Në fund, na thuaj pak mesazhin tuaj për gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë ardhëut. Në pjesën e parë të shekullit 21, po hecim. Apo hecim mjaft. Sa i kënaqur jeni ju me çështjen fetare, kombëtare, me të arriturat, sukseset apo dhe mos sukseset ato që janë ma pak të kombit tonë. Si e shihni ju si një pris i devotshëm, si njeri që meriton të gjitha këto që thuan për ju, sepse beson dhe vepron, kultivon për ditë shqiptarizëm, fe dhe adhe. Po, unë shqiptarëve të mi, që ti du shumë, do të thosha që ta vlerësojnë gjithë një dhe më shumë edhe mos ta heqim kur nga mendja fjallën adhe, duke e ndahë të fjallë, sepse vetëm kështu mund ta kuptoj. Shqiptarët kanë 2 fjallë bukura për të thonë vendin e tyre, adhe ose mëmëdhe, pra dheu i nanës ose dheu i babës. Të dyja, dheu i nanës, dheu i babës. Dhe kjo më ka bërë gjithmonë të mendoj për një gjë të bukur që është familja. Është dheu i familjes. Dhe duhet ta nisim nga aty. Me dasht, me forcu familjen. Me dasht dheun sepse është dheu i babës, me dasht dheun sepse është dheu i nanës, me dasht dheun sepse është dheu i familjes. Jo në vetë si diçka materiale, po si diçka që na çon në rrajet tona, na çon në origjinën tonë, na çon aty ku ka nis ekzistenca jonë, që është edhe një lidhje me tokën, është edhe një lidhje me vendin që Zoti na ka lëshu, Zoti na ka lënë. Për ju që jeni për shembull këtu në emigrim, sigurisht ju keni një adhe. Për disa është një gjysh dhe, sepse është dheu i gjyshit, se shumë ka lindur këtu. Por edhe ky vend ku jeni ju këtu është një familje, një adhe i juaj, sepse i dytë, po, edhe punoni, kontriboni që ky vend këtu të përparojë, sepse po përparoj ky vend, përparojnë familjet tuaja, po përparoj Shqipëria, përparojnë gjithë shqiptarët. Kështu që ta japim kontributin tonë të gjithë. Për Shqipërinë jo vetëm, sepse
shqiptarët janë në Malzi, shqiptarët janë në Kosovë, shqiptarët janë në Maqedoni, shqiptarët janë tashmë në gjithë botën, faktikisht për të paktën aty ku jemi në vend të në këto në Malzi, në Kosovë, në Maqedoni, në Greqi, mos të harrojmë se kemi Çamrin, janë arvanitasit, që janë tokë vetë, që janë vend vetë, themi kështu. Kalabrezët, kalabrizët kemë. Kalabrezët kanë emigruar si puna juaj, por themi kur është mirë Shqipëria, janë mirë shqiptarët. Mendoj që është kështu. Kur është mirë Shqipëria, janë mirë shqiptarët. Kështu që të kontribuojmë gjithë bashkë që Shqipërinë ta bëjmë akoma edhe më të mirë, edhe më të përparuar, edhe më demokratike, edhe më të shkëputur nga logjikat e më të fortit, nga logjikat e pushtetit, nga logjikat e shfrytëzimit, e eficiencës, e konfliktit, e polarizimit, për të bëjmë një Shqipëri në cilën të ndjehemi të gjithë mirë, edhe pse të ndryshëm nga njëri tjetri, sepse është ndryshe një Durrësak nga një Tiranas, një Malsor nga një Fushës, jemi temperamente të ndryshme, por të gjithë bashku mund të krijojmë një mozaik. Mozaiku nuk i ka të gjitha copat njësoj. Mozaiku i ka të gjitha copat të ndryshme nga njëra tjetër, ngjyrat ndryshme, përmbase ndryshme, por kur shkon nga larg, ka shkak si një gjë të vetë me gjithë. E kështu edhe ne shqiptarët mundohemi ta bëjmë Shqipërinë tonë një mozaik po të bukur. Me optimizmin e madh të im zot Gjergj Metës, i peshkë i Rrëshenit, të Mirditës dhe kryetari i konferencës i peshkënore të Shqipërisë, do të ndahemi nga ju, duke i ruar të gjithë të mirat në jetë dhe në familjet tuaj. Ishte një bisedë shumë frydllanse me një njeri të ndritur, me një njeri që uratën e kombit e ka për gjithë shqiptarët pa dallim, për gjithë shqiptarët Shqipërisë etnike dhe për shqiptarët kudo që janë në diasporë. Njerëzit si im zot, Dom Gjergjin që e kemi këtu, Gjergj Metën, i duhen kombit shqiptare, i duhen tolerancës fetare, njerëzore dhe politike, që ta çojmë Shqipërinë dhe shqiptarinë përpara. Ju falënderit, ishte kënaqësi që ishit sonde me ne. Ju urojmë të gjithat mirat, shëndet, ka keni mirë dhe i shëndetshëm dhe jeni në fazën më të madhe të kulminacionit veprimtarisë tuaj. Urime, falënderit shumë.